Liturgjia qiellore. Pas këtyre pash, edhe ja, një derë e hapur në qiell, edhe zëri I parë që dëgjova, ishte si një trumbet që fliste me mua. Thoshte, ngjitu këtu dhe do të tregoj sa duhet të bëhen pas këtyre. Edhe një herë erdha në frym, edhe ja, një fron, ishte vendosur në qiell, edhe mbi fron ishte një I ulur. Edhe ai që rinte ngjante në pamje me gur djaspi dhe sardi, edhe ishte një yber rreth fronit që ngjante në pamje me smerald. Edhe për qark fronit ishin 24 frone, edhe në fronet të rinin ulur 24 pleq, veshur me rroba të bardha, edhe kishin mbi kryet e tyre kurora të arta. Dhe nga froni dilin vetëtima dhe bubullima e zëra. Edhe për para fronit ishin 7 llambade zjarri të ndezura, të cilat janë të 7 frymrat e Perëndis. Edhe për para fronit ishte një si det qelçi që ngjante me kristal. Edhe në mes të fronit dhe rreth fronit 4 qenie të gjalla që ishin plot me sy, përpara e prapa. Edhe qenia e parë ngjasonte me një luan, edhe qenia e dytë ngjante me viç. Edhe qenia e tretë e kishte fytyrën si njeri, edhe qenia e katërt ngjante me shqiponj që fluturon. Edhe të 4 qeniet e gjalla kishin secila veçantë nga 6 krah për qark, edhe për brenda ishin plot me sy, edhe nuk pushojnë ditë e natë duke thënë: Shenjt, shenjt, shenjt është Zoti Perëndi I gjithëpushtetshëm, ai që ishte edhe që është edhe që vjen. Edhe kur do t'i japin qeniet e gjalla lavdi e nder e falënderim atij që ka ndenjur mbi fron, që ron në jetë të jetëve, të 24 pleq do të bien përpara atij që ka ndenjur mbi fron, edhe do t'i falen atij që ron në jetë të jetëve, edhe do të vënë kurorat e tyre përpara fronit duke thënë: I denjë, o Zot, të marrësh lavdinë dhe nderin e fuqinë, sepse ti I krijove të gjitha dhe prej vullnetit tënd janë dhe u krijuan.